Tani do shohim edhe motorin. Ky është B57-a. Këtë aplikim ka 320 kuaj fuqi dhe 680 Nm tork. Shumë motor i mirë, shumë i fuqishëm, shumë smooth në punim, nuk një gjohet fare, dhe shohim. Shumë i balancum, përdoret në disa modele edhe të 520 që përdoret të këto versionet 20D, të X6-ës, të X5-ës. Shumë motor i mirë, me 2 turbo, 3 mish 6 piston shni. Është i vendos mrapa, pak a shumë, përse përpari ka pas bo dhe më mrapa MV, apo ka turit të gjatë, kështu që nga goma e mrapa, jo si Audi që e ka në turit gjithë peshën. Kjo qenë si entry level, 820 që në D, 820 që i ka pas B58-ën, pastaj ka pas 850 që edhe M8, edhe M850, që M850-a 530 kuaj më duhet ka qenë, si detuned version i asaj M8-ës, po këta kanë qenë motorat, nga ky e lartë. Po për Grand Tourer, për me bo kilometra shumë, ky mund t'jetë ndërmjet përshtatshmit, po ato tjerë janë pak më sportiv, se normalisht benzinë. Ta shohim edhe bagazhin sa hapësirë ka. Hapësirë nuk që nga keq, po hapjen e ka pak ngusht, i nxe disa valigje, po jo shumë gjona mos tjenë për t'i fut. Normal elektrik.